Atëherë të nderuar përfaqësues të mediave dhe ju pjesëmarrës, ju falenderojmë për praninë tuaj në konferencën e dytë të demokracisë në veprim për ditën e sotme. Bazuar në gjetjet dhe raportimet nga vëzhguesit tanë në terren, deri në mesditë, pra që nga hapja e vendvotimeve, procesi në nivel vendi është duke rrjedhur qetë dhe po karakterizohet nga një respektim i kënaqshëm i rregullave përkatëse dhe nuk është raportuar për asnjë incident i cili do të kishte ndikim në mbarvajtjen e procesit zgjedhor. Sa i përket pjesëmarrjes së qytetarëve në zgjedhje, vëzhguesit tanë kanë raportuar që deri në ora 12, pra deri në mesditë, dalja në nivel vendi është 12% e votuesve me të drejtë vote. Në kuadër të kësaj përqindje, vërehet që komunat me shumicë serbe, sidomos ato në veri të vendit, kanë dalje në votim e cila shkon deri në 24%, e që është gati 2 fishi i votimit përkatësisht pjesëmarrjes në nivel vendi nga ana e qytetarëve të tjerë. Sa i përket rajoneve, rajoni i Prishtinës dhe ai i Ferizajt janë rajonet cilat kanë regjistruar daljen më të lartë deri më tani, me mbi 13%. Derisa rajoni i Prizrenit dhe rajoni i Gjakovës janë 2 rajonet ku dalja e votuesve është raportuar të jetë 9% apo gati 1/3 më pak se sa dalja në nivel vendi. Rikujtojmë se dalja e votuesve në periudhë të njëjtë kohore në zgjedhjet e 28 dhjetorit ishte 13.7%, që tregon për një rënje prej gati 2 pikë të përqindjes në daljen e votuesve. Sa i përket çështjeve të cilat kanë dominuar raportimet nga terreni, të cilat i kemi pranuar nga vëzhguesit tanë, është raportuar që nuk ka pasur parregullsi serioze të cilat kanë ose mund të kenë ndikim në rezultatin apo mbarvajtjen e përgjithshme të procesit. Sidoqoftë, disa prej mangësive kryesore, cilat janë përgjithsisht nivelit procedural, përfshin problemin me praninë e votuesve në qendra apo vendvotime të gabuara. Pavarësisht afateve të shkurtra për organizimin e këtyre zgjedhjeve, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vlerësojmë që ka raportuar me kohë votuesit për qendrën e tyre dhe për mundësitë e ndryshimit të saj. Sidoqoftë, deri në mesditë, ka pasur vështirësi që votuesit ta gjejnë emrin e tyre në listë, që si fenomen ka qenë i shprehur në gati gjysmën e vendvotimeve në nivel vendi, përkatësisht në 48% prej tyre, por që numri apo intensiteti i rasteve të raportuara ka qenë mjaft i ulët me maksimalisht deri në 10 raste të tilla. Sidoqoftë, ka pasur vendvotime të izoluara, ku numri i votuesve cilët nuk kanë arritur që ta gjejnë emrin e tyre në listën përfundimtare të votuesve, ka arritur deri në 30 sosh. Sa i përket votimit me asistencë, vlerësojmë që ky është prej elementeve ku është shënuar progresi dhe përmirësimi më i ndjeshëm në këtë proces zgjedhor, derisa në zgjedhjet e shkurtit të vitit 2025, numri i përgjithshëm i votuesve që kanë ushtruar të drejtën e tyre të votës përmes asistencës kishte qenë 6%, në dhjetor kishte rënë në 1%, derisa sot, deri në mesditë, kemi raportime për vetëm 0.1% të numrit të përgjithshëm të votuesve që po ushtrojnë të drejtën e tyre të votës me asistencë. Pra kemi një rënje prej mbi 90% të intensitetit të një fenomeni të tillë. Po ashtu vlerësojmë që ka pasur zbatim më strikt dhe më rigoros të rregullave përkatëse që kufizojnë votimin me asistencë vetëm me dokumente mjekësore, me që rast edhe në ato 33% të vendvotimeve ku është raportuar për ndonjë rast të votimit me asistencë, ka qenë votim i rregullt në kuptimin që komisionerët kanë kërkuar në pothuajse të gjitha rastet dokumentet mjekësore apo vërtetime tjera për paaftësinë apo pamundësinë fizike të votuesve që të votojnë në mënyrë të rregullt, pra dhe personale. Si trendi përgjithshëm, votimi me asistencë është duke u evidentuar në libra të votimit, ndonse nuk kanë munguar edhe raste kur votimi me asistencë nuk është regjistruar në librin e votimit, që si fenomen duke të ketë ngjarë më shumë në zonat rurale.
Përgjithsisht, vëzhguesit tanë kanë raportuar se në vetëm 3% të vendvotimeve në nivel vendi ka pasur raste të tilla ku deri në 10 votues nuk janë evidentuar fare në librin e votimit. Fenomeni i votimit me asistencë të paregjistruar është më i shprehur në rajonin e Prizrenit, ku kemi të bëjmë me një raportim prej gati 2 fish më shumë rastesh të votimit të tillë me asistencë se sa në rajonet e tjera. Sa i përket votimit me dokumente të pavlefshme, përkatësisht me dokumente me afat të skaduar, vëzhguesit e DNV-s kanë raportuar se në 14% të vendvotimeve në nivel vendi ka pasur raste të izoluara ku votuesit, pavarësisht kriterit ligjor i cili qartazi përcakton se vetëm me dokumente të vlefshme lejohet identifikimi i votuesve, të njëjtit janë lejuar që të votojnë edhe me dokumente të tilla me afat të skaduar. Edhe në këtë dimension, rajoni i Prizrenit vazhdon të theksoj më shumë apo të raportoj raste më të shpeshta të natyrës së tillë, duke vendosur rajonin e Prizrenit bashkë me atë të Gjakovës si 2 rajonet ku ka parregullsi në përmasa më të mëdha se sa në rajonet tjera, ndonse përgjithsisht situata duket e rregullt në nivel vendi. Sa i përket fotografimit të votës, deri në ora 12, vëzhguesit tanë kanë raportuar për rreth 12 raste të fotografimit të votave në 10 vendvotime, përkatësisht në 2% të vendvotimeve në nivel vendit. Ky trend është përafërsisht i njëjtë me atë të zgjedhjeve të 28 dhjetorit, por që ne rikujtojmë që në bazë të kodit penal dhe praktikës tashmë gjyqësore nga gjykata themelore dhe ato të apelit, fotografimi i votës dhe bërja publike e saj përbëjnë raste penale cilat do të ndiqen nga prokuroria, andaj u bëjmë thirrje qytetarëve që ta respektojnë kërkesën ligjore që të mos e fotografojnë dhe të mos e bëjnë publike votën e tyre. Këto janë gjetjet kryesore nga vëzhguesit e DNV-s në terren, derisa fenomeni i cili është i shprehur në nivel vendi janë raportimet e shpeshta të votuesve të cilët kanë deklaruar se ngjyra matrikuluese e cila përdoret për shënimin e votuesve është fshirë lehtësisht nga gishtrinë e tyre. Sidoqoftë në këtë rast nuk kemi të bëjmë me një fenomen të shprehur në gjithë vendin në përmasa të njëjta, për shkak se nga ajo çfarë është raportuar kemi të bëjmë kryesisht me raste të izoluara. Incidenti mbase i vetëm që vlen të përmendet është ai ndërprerjes së rrymës në një zonë në komunën e Kamenicës, por që si problem është raportuar se është sanuar nga ana e ekipeve përkatëse të KQZ-s dhe të kompanive të tjera brenda një afati të shkurtër kohor, duke mundësuar vazhdimin pa probleme të procesit të votimit. Në rast se nuk keni ndonjë pyetje, këto janë gjetjet kryesore të DNV-s për periudhën e parë të ditës, pra nga ora 7 deri në ora 12.